Po, sonte vje kënga ime e re, pas disa vitesh, nëse nuk gaboj, jam bo 4 ose 5 vite që nuk kam nxjerr balat, vendosa të rikthehem aty në Gjenes, nga se këngët e mia të para kanë qenë baladat, mirë po ta se shumë vite tu këndu dasmave, mramjeve, gjithmonë i angazhu mas programeve festive, të isha hajt balada tilo, me gjitha ato, këtë janar edhe pse kisha dëshirë me pushu, mos me prodhu asgjë, nuk mujta me nejt, dhe sonte vjen një këngë, e cila titullohet Çan Prizreni, është një këngë që ja kam dediku qytetit tim, të cilën e kam krijuar para 2 vite nëse nuk gaboj, mirë po tani vendosa që ta nxjerrë. Pse mbetje fshehur për 2 vite të tëra, nga erdhja i frymëzimit që është koha e dur për me nxjerrë një këngë? Frymëzimi nga erdhi, t'ju them kështu, unë pas vitit ri, pas nëntorit dhe dhjetorit që kishim një intensitet shumë të lartë këtë vit, me xhirime, me mramje, me gjitha ndej, në janar, thash këtë herë do të kthehem pak në qytetin tim të lindjes dhe të ri disa ditë atje. Edhe shkova pak me familjen të merëm, pak me vetën, kisha nevojë për një qetësi dhe ditë tu qëndru në Prizren, mu kujtu ta them ashtu, që unë kam një këngë që kam dedikuar Prizrenit. Në fakt, në vitin 2007, pata kriju një këngë për Prizrenit që quhej Qytetim. Mirë po tash pas pothuajse 20 viteve, thash e kom edhe një këngë dhe familjarët, wow, shumë e bukur, pse se nxjerr, dhe vendosa, aty më erdhi inspirimi që ta realizoj një videoklip dhe punum shpejt, kështu që përfundoj çdo gjë sipas asaj që kisha dhe dëshirë dhe po ndihem shumë i lumtur në këto momente. Neki, e fundit, na trego, a do të kemi ndonjë këngë tjetër gjatë këtij viti, a ke planifikuar të paktën, apo do të na lësh surprizë si kjo kënga e fundit? Po, ta them kështu, unë i kam edhe një 10 këngë, të cilat po rrinë, janë të përfundume të gjitha, përfundume në çdo aspekt, dhe nuk po arri që me i realizu klipe ose t'i nxjerri. Jam të mendu disa opcione, ose ta bëj një videoklip, jam duke i mendu disa opcione, ose ta bëj ndonjë album, ose të bëj diçka tjetër. Kështu që kjo është ideja që ta shohim gjatë vitit, gjithsesi do nxjerrë edhe diçka. Megjithatë, tani është momenti i Çan Prizrenit, të cilën po shpresoj që bashkëqytetarët e mi do ta ndjejnë ma thellë. Mirë po Leo, ta falenderoj Elsa Production që ma nxjerrën një videoklip ashtu që kom pas në kokën time 100%, dhe jam falenderues ndaj tyre për videoklipin, por që gjatë vitit do të ketë edhe diçka tjetër. Neki, nuk po zbuloj më shumë, të tjerat po i lëm për granitin këtu në ftohtë nxehtë, e faleminderit shumë për informacionin. Faleminderit, pasi që keni edhe ju sot me njëherë ekziston edhe kënga tani më në rrjetet sociale, ju ftoj gjithë ta ndiqni Çan Prizreni, po shpresoj që do t'ju pëlqej. Nuk po i lodhem, e me njëherë po e shohim klipin dhe këngën e Neki Emrës.